normal. Tani, si e gjendur ti në këtë përballje? Të shoh të ulur larg Luizit si në dyshe, po që kam përshtypjen më mirë të parë në sy. Nga që Luizi është normal që më pa në sy, po edhe është banor i ri. Më shumë me kam mësuar Luizi me thonë që këtu janë këtu të më dha. Ç'kena valla. Pra, më shumë e ke mësuar ti Luizin se sa Luizi ty. Po normal se ai është banor i ri këtu, ai s'di se ç'a bëhet këtu. E qartë. I kam tregu ku janë vendet, me ku është. Po, jo, në fakt po ju shikoja edhe në atë të famshme ndarkë të nominuarve që ti po thoje që sigurisht që mund të ndodhë që nëse ngelim unë dhe Luizi në fund dal unë fitues, sepse fundja çka ka bërë Luizi këto ditë, apo jo? Ditë çka ka bërë si gjë, më shumë kam mësuar se sa kam mësuar. Kështu që Shiko, për gjithë ata që nuk e kanë ndjekur Bikun, se kjo që do të... kjo është gjë më e bukur që dëgjova sot në Prime. Do thoni pse është gjë më e bukur. Jo se, do të thënë, në verand, pak para se të fillon dhe Prime, do po i thoshe Luizi tani që kur dalim atje, në Prime do thuash kështu që Luizi e kam mësuar unë këto 2 ditë në shtëpi, këto 2-3 ditë në shtëpi, sepse funde fare është lojtar i ri. Të njëjta llafi siç i thaj Luizi tanit. Çiko, e bëra këtë video për ta sqaruar se ka shumë në ata, duke thënë Iko tani o bëre ti ande këtej. E mësoj vetë, i tha Luizi, do thuash kështu, i tha dhe tani kështu se funde ne dim gjithë që Luizi nuk ai ishte si lojtar, por ishte gjëja, ishte pjesa më funny që ishte po them gallat. Kështu që këtë video e kam vetëm për të sqaruar shumë atë ata që e shikojnë Big Brother vetëm në reelsat që poston faqja e Big Brother, faqja zyrtare në Instagram apo në TikTok. Kështu që është thjesht një moment i bukur që Luizi tha do thosh kështu në Prime edhe tani e bëri atë, po mënyra se si aktroi tani dhe se si e tha tër seriozitet, më bëri që të qesh. Ai tash ishte kënaq.